Po, ditën e djeshme u miratuan kuvende dhe pashja fiskale për post të gjithë kundërshtive të ardhura nga Bashkimi Evropian, FMN-ja dhe Dhoma Amerikane e Tregtisë. A do ta çojë Partia Demokratike dhe opozita në gjykatën kushtetuese paketën fiskale? Udhëroni? A do ta çojë Partia Demokratike në gjykatën kushtetuese pashjen fiskale të miratuar dje në kuvend? Ne jemi duke ripa të gjitha qëndrimet tona ndaj institucioneve të kontrolluara nga Edi Rama. Nuk them se nuk do e çoj, por nuk them se do ta çoj. Sepse kemi dërguar në skap, imagjinoni këtu, kemi dërguar në skap mbi 100 dosjet për krimin elektoral. Dhe dilin mashtronin zëdhënësit e skapit Taulant Balla, e ndëgjuat ju vetë, se çfarë pa turpësie, që të gjitha dosjet janë pas një provë, pas një fakt, thoshte. E bëri zëdhënësi skapit aty. Po mirë e bënte, sepse skapi ka gjitha ato dokumenta që Taulant Balla është antar kryesor i bandës kriminale të Elbasanit, i bajrëve, i rajave, e tjerë. I ka me dokumenta, me regjistrime. Por Taulant Balla, ose i ka shpërbly ata in kind, ose i ka shpërbly me para, ndaj dhe bën zëdhënësin e tyre në parlament. Me që përmendët Spakun, ditën e djeshme u zgjodhe dhe kreu i ri i Spakut, Klodian Braho. Keni një koment për këtë? Komenti vetëm që dje u zbatua kushtetuta. Nuk u zgjodh si i pari me 5 vota, që ishte jo kushtetuese, dhe që s'mund të rrinte asnjë ditë në detyrë. Jo. I dyti mori 7 vota, dhe komenti i dytë, aty ishte një zonjë, çka tregon se ajo trupe KLP-s është mizogenike, nuk i dhan asnjë votë. Këtë, shu është që ta marrë aty. Ishte një zonjë aty, ajo nuk shkoj vetë aty. Aty në KLP e dërguan komisioni i Spakut, i skapit. Dhe shkoj atje, edhe 2-3 zonja që ishin në KLP, nuk menduan të japin një votë, nxorën pas një votë. Gjë që këto dy komente kam unë për zgjedhjet e djeshme. U zgjon përputhje me kushtetutën, ndallim të madh nga paraendësi i tij, që s'ka kushtetutë